Të nderuar miq të Veriu Sport, ju përshëndesim nga stadiumi Loro Boriçi. Kam këtu pranë një emër shumë të njohur të sportit shkodran, quhet Fatjon Serhati. Përshëndetje Fatjon. Përshëndetje. Mirë se erdhe në Loro Boriçi, mirë se u riktheve. Kënaqësi gjithmonë kur rikthehem. E theksoj mirë se u riktheve, mirë se erdhe sepse Fatjon Serhati prej disa vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kjo ambient që ne zgjodhëm për të realizuar këtë intervistë lidhet me kujtimet e karrierës sportive të gjatë si atlet kampion dhe rekordmen me vllaznin dhe me pas në detyrën e trajnerit të përgatitjes atletike. Pra, stadiumi Loro Boriçi, kjo pistë, por edhe fusha që është në anën tonë, janë kujtimet më të shumta për Fatjon Serhatin. Fatjon, sa vite u bën që u shkëputet? Ky është viti i 7, është viti i 6 radhës që unë vi me pushime verore, me familje, edhe nuk mundem pa u rikthy gjithmonë edhe tek shtëpia jeme e dytë, e cila është stadiumi Loro Boriçi. Natyrshëm se ju mungon Loro Boriçi, ju mungon pista, fusha, ambienti sportiv, ekipet, kolegët e punës? Patjetër që më mungojnë shumë. Kena kalu pjesën më të madhe të jetës në këtë pistë. Gjithçka që është bë me pasion, është bë me dëshirë, me orë të zgjatuna, në shinë, borë, në ftoftë, në diell, por kur sporti edhe puna bëhet me pasion, edhe rezultatet vinë. Memoria gjithmonë edhe emigrantave met aty ku e ke lanë, edhe gjithmonë kam të çojnë te stadiumi. Në fakt, jemi përpjekur të ju rikthejmë në vëmendje me ato lidhje tona të drejt për drejta që shpeshherë kemi realizuar nga studiot tona direkt me Amerikën, por duke qenë që jeni me pushime, ju thatë se ju vini shpeshherë në Shkodër, e shfrytzuam këtë momente, po konsumojmë edhe momentin e emigrimit. Kemi pasur kontakte në muajt e parë, pse jo në vitin e parë, dhe keni qenë me luhatje dhe ndoshta kishit patët menduar se gabuat se morët këtë hapë, por duket se tashmë gjërat janë stabilizuar. Dilemat e migrantit janë gjithmonë në mendjen e tij, por them drejtën, lëvizja nuk ka qenë e gabuar. Unë atje vazhdoj dhe punoj po pra për një akademi futbollit dhe i rri pranë profesionit të përgatitjes atletik, dhe në një farë mënyrë e kam gjetë veten te kjo pjesë. Pastaj janë problemet familjare, fëmijët futen në për rutinën e përditshme, nuk jam as i parë as i fundit i cili vendos ta bëjnë këtë lëvizje. Fakti që jeni në një akademi futbollit dhe për krah një emri të madh të futbollit Tiranës dhe të kombëtares, që quhet Anci Agolli. Anci Agolli është emër i spikatur dhe është koleg me Anci Agollin, pra tregon që në Amerikë, në New York, Fatjon Serhati e tregon veten që është një profesionist i vërtetë. Shkëputemi nga Amerika, por i kthehemi tek pista stadiumit Loro Boriçi, këtu ku ju e nisët si atlet. Fillimet si ishin? Fillimet ishin, them drejtën, aksidentale. Profesor Nikolaro më afroi për herë të parë në stadium në këtë pistë, po ka qenë pistë me dhe tashi kushtet janë përmirësuar. Pastaj mas Nikolaros, profesor Nikos me profesor Isakun, me Isak Balen, dhe pastaj mu desh të largohesha dhe të militosha për skuadra tjera për arsye të studimeve në Tiranë, dhe pasi marrova studimet u riktheva edhe herë. Konkretisht me Tiranën keni garuar apo jo? Kam garuar me studentin? 4 vjet me Dinamon edhe 3 vjet me Tiranën. Dhe kam përshtypjen dhe është saktë se keni pasur periudhën më të suksesshme tek skuadrat e kryeqytetit, aty ku kanë ardhur edhe titujt kampion. Po ishte edhe mosha, ishin edhe kushtet të Tirana që ishte kulmi i po dhe të Dinamoja. Është kur je në kulmin e moshës, edhe rezultatet pritet që të vinë në atë moshë. Pastaj kur
marrën shkollën, fillon punën, krijon familjen edhe rezultatet edhe sporti, sidomos të atletika, kalojnë plan dytë sepse çdo gjë më së shumti bëhet për pasion edhe pastaj edhe për vlerë monetare. Përmendet 2 trajnerë të cilët ju kanë lënë gjurmë në karrierën tuaj sportive, fillimisht me atë që e niset me Niko Laron dhe më pas me Isak Balën. Në kryeqytet tek Dinamo, tek Tirana, me ke patët fatin të bashkëpunoni si trajner? Te Dinamo isha me një trajner kërcimesh, po edhe sprintit, i cili është një njeri i nderuar, Savodim Ramku. Ai vazhdon të jetë edhe gjyqtar atletiket. Shpesh e takojmë në stadium kur ka aktivitete. Dhe pastaj kam pas fatin e madh që të punoj me një trajner si sot për sot është një nga trajnerët më të mirë në Shqipëri, që është Taulan Stërmasi, me grupin e Luiza Gez dhe Klodiana Shalc, Admir Bregut, Gledis Gojashit, e tjerë. Një kombëtare mirë fillë, më themi, me gjithë të emrat që ju i lakuate. Kemi qenë një grup i madh edhe vështirë sot se arrin të bëhet një grup i tillë me ato elemente. Disiplinat tuaja kryesore që u aktivizuat dhe konkurruat dhe ku arritët kulmin? Unë them drejtën, kulmi ka arritur në garat e Elbasanit, ku rezultatet e mia më të mira në garat e Elbasanit kur garoja me Dinamon në 100 edhe në 200 metrash. Kur isha i ri, kam garuar edhe në 400 metrash, kuptohet deri te U20 kampion me moshat në 400 metrash, në 200 metrash, pastaj më vonë edhe 100 metrash. Kena rekordin e trive në stafet, e kemi thy më i mend me Admir Bregun edhe 2 kolegë tjerë në Greqi. Kjo është karriera. Ndërkohë rikthimi në Shkodër, si u priti vllaznia, disa nga kolegët që gjetët dhe vazhduat me to servite? Them drejtën, rikthimi im ishin kolegët e mi, ishin trajnerët e mi që gjeta ngrohtësinë edhe ma lëshunën terrenin që unë të filloja edhe karrierën time këtu edhe një herë si sportist dhe pastaj edhe si trajner. Ishte profesor Gzim Mema, Vildan Tufi dhe Isak Bala, të cilët më ofruan edhe rifillova edhe një herë në qytetin tim si sportist dhe pastaj si trajner me një ekip vajzash sparit. Pa shkuar tek detyra, tek pozicioni trajneri, sa vite zgjati karriera sportive si atlet përfshi edhe Tiranën? Mbaj mend, unë kam filluar në vitin 1998 si sportist dhe e kam mbyll në vitin 2008. Me pas se ju besua ekipi i vajzave në atletikën? Dhe më pas fillova punë si mësuesi edukimit fizik në shkollën Salo Halili dhe njëkohësisht paralelisht fillova edhe detyrën e trajnerit. Sa zgjati periudha e detyrës së trajnerit si atlet? 11 vite. Në atletik? 11 vite si trajner në atletik. Deri ditën e fundit që u largova nga qyteti jem. Ndonjë nga emrat që kanë dalë nga duart tuaja që sot ju krenoheni me to? Kam pas shumë sportista dhe kjo përmendja emrave është detyrë shumë e vështirë, sepse një pjesë e tyre, aq sa mani më sepse na mirë kupton edhe opinioni për ndonjë harres. Do të thojmë pastaj pse s'ma përmend emrin mu. Janë to gjëra që shpesh ne i hasim. Por un kam pas një ekip vajzash në fillim, e kam filluar si trajner i ekipit të vajzave, të moshave, dhe dal nga dal vajzat u rriten, u shtunin edhe disa djem dhe më i mend që me Suat Bashkun, një sportist i kërcimeve, i zjatit dhe i trehapshit, deri me trit, ecë më shumë mirë dhe pastaj erdhen disa të ish grupit përsër Isak Balës, Ardit Rashi, Dorian Idrizaj, Ravi Rama, dhe më së fundmi karrierën time si trajner me kulmin tim arrita me sportistin Heldi Valikaj në garat e kërcimit zjatit dhe trehapsh, ku shpallëm edhe nën kampion Ballkanit
dhe kishim edhe një vit kohë të garonim për atë moshë, por fati e deshe që unë të largosha. Ndalemi pak tek Valika, se bëhet mirë që eri hapet si temë, sepse kemi komentuar shpesh që për këtë talent të vllaznisë, të ekipit kombëtar, por humbi nga vllaznia, nga kombëtarja, sepse edhe ai zgjodhi rrugën e largimit nga Shqipëria. Keni informacion për momentin ku Ky është një fenomen, ky është fenomen i njoftun, jo vetëm në Shkodër, po edhe më gjerë, edhe në gjithë Shqipërinë. Po sidomos në Shkodër kjo ndjehet sepse përzgjedhja është shumë e vështirë dhe kur ti arrin me investu tek një sportist, është e vështirë që të zëvendësohet me një tjetër të atij niveli. Jo sepse nuk ka noll në atletikën shkodrane, por që mundi dhe djerë sa vetëm trajneri dhe sportisti e dinë se sa duhet për me arritë ato nivele. Heldi, si shumë të ri tjerë, mbasi marrë shkollën e mesme, ju desh vendosi që të largohesh, dhe ai studion tashi në Amerikë me sa dijon, por larg nga vendbanimi jem dhe sporti është ka vazhdu me sportin, atje ka fillu me sa dijon e ka fillu me sportin, dhe pastaj besoj se vazhdon dhe garon për kolegjet, për nivelin e kolegjeve atje. Të kalojmë tashmë tek fusha futbollit. Si ndodhi vendosja nga atletika tek futbolli? Kush jo bëri propozimin dhe si e pritet? Ajo ndodhi krejt natyrshëm edhe paralelisht me atletikën. U pa që nevoja për përgatitës atletik ishte shumë e madhe tek ekipet e akademisë, po ashtu edhe tek ekipi i rritur, dhe sot faktet e vërtetojnë atë. Dhe mua ofru një mundësi për me fillu me kanë pjesë e asaj akademi, po pa prish planet e mia në sportin, në disiplinat e atletikës. Dhe i vazhduat paralelisht edhe trajnimin atletik edhe kalimin si përgatitës atletik tek futbolli. I vazhdova paralelisht dhe me doli me sukses, pavarësisht lodhjes teme fizike, po edhe psiqike. Sa zgjati kjo periudhë? Punova te Akademia Vllaznia për 4 vite. I kënaqur për këto vite? Absolutisht shumë i kënaqur. Për bashkëpunimin disa nga emrat e trajnerëve, drejtuesve që patët? Absolutisht shumë i kënaqur edhe me shumë mendime dhe memorie të pozitive. Eksperiencë shumë e bukur, aq më tepër që unë fillova direkt me ekipet me U17, me U19, po edhe me ekipet e gjirë më të vogla. Pata fatin me punu në atë periudhë me profesor Luan Zmianin, me profesor John Kolen, drejtori akademie e tij ishte Alban Hasani, Alban Neziri, pra. Dhe kishim një projekt me anën tonë që ato çuna kishin potencial dhe atë potencial ato duheshin ta shfrytëzoshim edhe t'ja jepshim në fushë, po nëpërmjet edhe t'ja shtoshim edhe përgatitjen fizike. Dhe ajo rezultoi shumë gjëra mirë sepse fitu me 2 kampionate me U19, mor me pjesë në Champions League dhe akoma edhe sot presim që një nga ekipet tona zinxhirit vllaznisë. Është një moment kulmor, është drejtë. Ekipi U19 u shfaq kampion dhe luajti me sukses me një kryetar Luan Zmiani. Dhe në fund fare viti i fundit ishte që dol me nën kampion dhe hub me neshën e fundit me Besin e Kavajës në Durrës, në play-off, në finalen e play-offit. Dhe deri aty kemi shku, domethënë kjo ishte një arritje shumë e madhe. Ka një brez i mirë shumë sportist, të them drejtën, edhe fal aty unë i falenderoj ato djem sepse unë akoma sot me to ruaj një marrëdhënie me disa prej tyre. Kuptohet? Shumë kush ka emigru, unë 2-3 i kam edhe në Amerikë atje, por në Amerikë, përpos Luan Zmianit keni edhe kolegët e tjerë? Jo, e kam fjalën për sportistat që kanë emigruar edhe ato dhe janë edhe ato në Amerikë. Përpos Valikët, kush është tjetër në Amerikë? Në Amerikë është Smiley, ka qenë me U19. Vëllai i Smiley që është sot futbollist.
edhe 2-3 emra tjerë që për momentin s'po vijnë. Dhe gjithë kjo punë, ky kontribut në Akademinë Vllaznia dhe natyrshëm erdhi edhe shpërblimi nga ana e Akademisë Kosovë Fundi në një ceremoni interesante mbërslënse ju nderuan me një certifikat mirënjohje për kontributin tuaj në vite. Kjo ishte një surprizë për mua, të them drejtën, unë nuk e prisja, një surprizë e bukur. Aq që e bukur sa që edhe u musha në emocione pozitive, isha pa tekst. Isha pa tekst, por faleminderit. Isha pa tekst, një frazë mediatike. Faleminderit për gjithë stafit të akademisë që e kanë menu një gjatë të tillë dhe do mundohem që t'jem pranë po si tifoz tashma i ekipit, si gjithmonë si që kam ba, fakti që i vi për çdo vit në Shkodër do të thotë që unë nuk kam qef të shkputem nga realiteti i kohëve që unë kam lënë më përpara. I falenderoj gjithë, me gjithë në kry Alban Nezirin, drejtorin e akademisë, po ashtu edhe presidentin e klubit Vllaznia Alban Xhaferin, i cili dha dakordsinë për me marrë këtë titull, po jam shumë mirë njohës, them drejtën. Jemi drejt mbylljes së kësaj interviste speciale me Fatjon Serhatin, ish kampionin atletikës dhe trajnerin e mirënjohur të atletikës në futboll. Por nuk mund ta mbyllim Fatjon pa përmendur edhe familjen sportive dhe duhet ndalem tek Ahmet Meta, tek një mik i imi, një veteran shumë i nderuar i futbollit shkodran, por edhe atij Lezhjan që ka kontribuar shumë edhe për Lezhën, Daja, sa dione. Daja. Që ka ndikimin kryesor që ju të bashkoheshit me pasionin e sportit. Ai ka ndikimin kryesor, jena edukuar me frymën e tij, që është vegjël, na ka qëndruar pranë, më ka qëndruar pranë dhe me pasionin e tij ka bërë që ne me ecë përpara në hapat e para të sportit dhe pastaj fillu me profesionalizmin në stadium me profesor Nikon, siç e thash etj. Çfarë mendoni që i keni marrë dajës tuaj të mirënjohit Ahmet Meta? Disa thonë që i ka marrë karakterin, gjë që nuk do të më kishte pëlqyer fare sa shumë i mirë, nuk do të kisha dashur. Buti komunikueshi me emër, nuk do të kisha dashur. Sporti ndonjëherë don edhe agresivitet. Po, ja, është e vërtet dhe po unë mendoj se i ka marrë karakterin, i ka marrë më të mirën. Respekt e Ahmet Meta, jetë të gjatë, një model qytetar dhe sportist, shpeshherë komunikojmë në intervista për sportin shkodran me profesor Ahmetin. Ta mbyllim, kemi diçka tjetër që keni për të thënë, ju ka mbetur? Për së fundit, unë du që gjithë gazetarët e sportit në Shkodër, du më ju falenderu për punën e mrekullueshme, jo vetëm për intervistën teme, por du më ju falenderu sepse jeni ju, të cilët jeni një lloj shtyset edhe për sportistat, edhe për trajnerat, sepse unë e ve re tash që jam larg dhe rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme për personat që janë sportdash, për ju përcjellni të gjitha ndeshjet live, ju përcjellni të gjithë sportistat dhe trajnerat, ish sportistat dhe ish trajnerat, nuk i lënin harres. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe një plus i madh që sportistat dhe trajnerat që janë sot dhe të cilët akoma punojnë dhe derdhin djerës për ekipin e Vllaznisë, ta mendojnë që është dikush mbrapa që ja vlerëson punën. Bukur, një vlerësim që na motivon më tepër për të ardhmen dhe krejt në mbyllje, do të kemi ndonjë trashëgimtar nga familja Serhati në fushën e sportit? Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë, po kisha qenë në kushtet e jetës në qytetin e Shkodrës, do të kisha thënë po, por t'jesh në Amerikë atje, planet ndryshojnë shumë shpejt. Kanë pasion fëmijët për sport? Kanë pasion, djali vazhdon futbollin te akademia ku unë punoj. Bukur, kjo është lajmi. Vajza është e vogël, por që pa tjetër atje e kanë edukat që të merren me një sport, është edukat që të merren me një sport dhe din mira një vegëls muzikore. Kjo është detyra e gjithë secilit fëmijë që jeton në Amerikë. Kështu që këto dyja do t'i bëjnë, por se sa i shkojnë deri në fund, t'ja lajmë kohës.
Fatun Serhati, faleminderit për këtë intervistë, për këto mendime shumë interesante, për mblodhëm në një farë mase karrierën tuaj sportive si atlet tek Vllaznia, tek Dinamo, tek Tirana, tek Kombëtarja, por edhe detyra si trajner atletik. Ishte kënaqësi e veçantë. Jeton në Amerikë prej vitesh, por nuk e harron Shkodrën. Vjen çdo verë me pushime. Në një farë mënyrë mund të themi jeton mes Amerikës dhe Shqipërisë, Shkodrës konkretisht që e don fort. E du shumë fort. Respekt edhe një herë, Fatun Serhati dhe rrugë të marrë në rikthimin në Amerikë. Miru takofshi.